të nderuar shikues, sot kemi rubrikën Okult Konspiracion. Do të flasim për mbiemrat e familjeve më mafioze të kabalës që kanë rreth 500 vjet që qeverisin botën. Para se të fillojmë, dua t'ju kujtoj edhe një herë që me mundim të madh ta ngrini gishtin dhe tak të bëni një subscribe atje nëse doni të mësoni nga ky kanal dhe t'ju vi notificationi para se ju të mundoheni të hapni YouTube-in. Dhe njëkohësisht dua të falenderoj të gjithë sponsorët që dalin këtu në krahun e emisionit tim, të cilët kontribojnë me atë bashkëpunimin me podcastin ton Okult dhe pa të cilët vazhdimi i këtij emisioni do të ishte i vështirë. I kemi përzgjedhur midis shumë firmave të tjera. Ju njoftoj që të gjithë ata që duan të lexojnë dhe një website serioz mund të ndjekin website-in ton okult.org në Google dhe kush do të komunikojë me ne ka këtu në krah numrin e telefonit të podcastit ton Okult, ku mund të na shkruaj në WhatsApp me mesazh, me SMS dhe ne do t'i përgjigjemi nëse shikojmë që është një komunikim i arsyeshëm për një arsye të caktuar që ja blen dhe kush kërkon të shikojë emisionet tona me titra në çfarëdo lloj gjuhë tashmë YouTube-i e lejon këtë mundësi dhe me videot në gjuhën shqip. Mirë, filloj me emisionin Okult Konspiracion. Dua t'ju them që është një emision me disa seri ku ne kemi përzgjedhur edhe me foto, kemi bërë një punë të vazhdueshme prej kohësh dhe këto janë emisione dhe mundësi që në gjuhën shqip ndoshta nuk i ka sjell asnjëri përveç shtëpisë time botuese Elga Secrets, e cila është e vetmja shtëpi botuese që e tregon se si lëviz icebergu nga rrymat e nëndeshme. Emrat e familjeve do t'i marrim nga emri i parë i mbiemrit dhe do ta fillojmë nga Germa, sigurisht e mbiemrit gjithmonë. Të gjithë antarët e kabalës dhe çfarë kanë bërë ata, kush ka qenë aktiviteti i tyre dhe kontributi sigurisht negativ në temë të shumicës së popujve të thjeshtë, të cilët nuk e dinë që në mbrapaskenë, në hije, qëndrojnë disa njerëz të fuqishëm të cilët lëvizin historinë. Po e fillojmë me një foto të klubit të Trilateral Commission, të Komisionit Trilateral, i cili është një takim në Tokyo në vitin 73. Sigurisht Komisioni Trilateral është një komision qeverisës amerikan, evropian, aziatik, ku ka nga pjesëtar nga Evropa, Shtetet e Bashkuara dhe Japonia, por më shumë është një qeveri transatlantike e Perëndimit që kërkon në fakt të imponohet bashkë me japonezët si një qeveri botërore. Kjo është një foto sekrete, sepse takimet e tyre janë sekrete. Sigurisht është klubi Romës ai që shtron shinat, se i krijuar në vitet 50, ai që shtron shinat ose parlamenti që merr vendimet dhe vendos legitimitetin e të gjitha veprimeve teknike, pra strategjit i cakton klubi i Romës, kurse taktikat i menaxhon Komisioni Trilateral ose The Trilateral Commission në anglisht, që ka shumë njerëz që e kanë dëgjuar këtë. Kjo është një foto e bërë nga viti 73. Këta mblidhen 2 herë në vit dhe prezantojnë shinat dhe idet ku duhet të lëvizin qeverit dhe ju imponohen kjo qeveri sekrete, ju imponohet pasaj superfuqive dhe kryetarëve të qeverive dhe të politikave të mazhorancëve të vendeve kryesore, dhe këta ju imponohen pasaj vendeve dytësore, duke jo paraqitur
teknikisht gjoja të justifikuara që ka ngrohje diellore, ka rritje të CO2-shit, kjo do shkaktoj efektin serë, kështu. E u thonë këtyre budallemëve të vegjël se këta nuk është se kompromentojnë, dhe thonë, ne do bëjmë një komplot. Këta si na zgjahen tele. Dalin këta të komitetit të leshit që i quajnë, unë bëni vaksinën mbi bazën e besimit, unë besoj në shkencë, s'ka besim, ka dyshim. Çfarë është kjo që duan të më fotin në trup? Ku e qajnë kokën këta po vdiqa unë? Kush ka pjerdhur se më ka vdekur mua gjyshi apo nena apo vllaja apo motra apo kushurint nga ndonjë smundje, as se ka çar kokën njeri fare të vi të më ndihmoj. Ç'është gjithë kjo dashuri e madhe që këta po shfaqin për ne? To se u bëjmë një diçka që do t'ju shëroj dhe juve do shpëtoni pa pagesë, pa para. Në fakt ato i paguan dhe shteti miliona dhe nga taksat tona, por ne s'na merrnin asgjë direkt kështu dhe ne kujtonim se ishte pa para. Edhe unë besoj në shkencë. Jo, unë nuk besoj, as gjikundi, unë dyshoj dhe mendoj dhe nxjerr hipotezat e mia. Kjo është mënyra se si duhet të funksionojmë. Unë nuk jam dele, unë nuk mund të besoj askënd. Unë mund të besoj vetëm nënës dhe babait, por gjithmonë dhe tek ata dyshoj. Pse dyshoj? Jo se mos ma edhin, po dyshoj se mos e kanë gabim. Mos kështë di dhe ata nga ndonjë besim ka rënë pre dhe duan të ma futin dhe mua pa dashur. Të njëjtën gjë. Dhe gjithmonë dyshoj. Do fillojmë me, sipas rendit alfabetik që kam përzgjedhur unë, me Marina Abramović. Marina, po ja u them. Kjo ka lindur në vitin 1946, është me origjinë ku e keni në foto, se mos e ngatroni me Belinda Ballukun, se nuk është Belinda, po ngjet ka një ngjashmëri. Kjo është gjuhëshe, është artiste dhe është serbe, gjuhëshe serbe, jeton në Serbi, dhe është një artiste performuese satanike. Në ato performancat e saj fut gjithmonë satanizmin, ngjyrat e kuqe me gjak, dhe ka lidhje me Hollywoodin, Rothschildet, Bill Gatesin, John of God dhe shumë antar të tjerë të kabalës. Ajo be njohur për publikun gjatë skandalit Pizzagate, para zgjedhjeve presidenciale të presidentit Trump në vitin 2016, dhe emailët e saj i publikoi WikiLeaksi dhe gjigantëve të njerëzimit Julian Assange, i cili na hapi sytë dhe na tha: "Tele, mos i besoni këta që keni në krye, se nuk mendojnë për ju, por mendojnë kundër jush, duan t'ju shfrytëzojnë, t'ju pinë gjakun, dele, zgjoni, be, mos bëni be, zgjoni, dele." Në emailët e saj, ajo ka shkruar për disa darka të përbashkëta, ose në bashkëpunim me vëllezrit Podesta. Ora, çam kujton ky Podesta mua? Dale njerë, kanë qenë këshilltar të djathtit Sali Berisha, po këta kanë qenë me Hillary Clinton, kanë qenë kongresmen të Partisë Demokratike. Po ç'ne me Sali Berishën në vitin 2013, e ndihmuan se si tumbiste zgjedhjet, sigurisht. Shumë njerëz kanë gërmuar në lidhjet mes vëllezërve Podesta, artistit James Alefantis, i cili ka pasur dhe një dyqan të tij të quajtur Comet Ping Pong. Në datën 28 qershor 2015, Julian Assange ose WikiLeaks botoi një email me Tony Podestën me temë darka. I dashur Tony mezi po pres darkën e spirit cooking në shtëpinë time, ose gatimi i shpirtrave, si gatimi shpirtëror. A mendon se do më lajmërosh nëse vllai yt do të bashkohet me ne, se ka 2 mostra Podesta dhe ka qenë të paktën në YouTube një njeri me maskë që nuk dukeshe mirë, me një fëmijë që i këndoheshe një këngë në një banjë, po nga banja është zbuluar që është banja e Tony Podestës, ish kongresmenit të Partisë Demokratike dhe mikut personal të Hillary Clintonit dhe të Barack Obamës. Me shumë dashuri, Marina i thot në fund. Foton e u tregova, tashi do vazhdojmë me englët ton,
James Jesus Angleton. Shumë njerëz që janë marrë, sidomos me këto studimet, ja ku e keni foton e tij, duket që nga fytyra që është një monstër. Ky ka qenë është marrë me zbulim dhe ka qenë nga britanikët që kanë ndihmuar në themelimin e CIA-s në bashkëpunim me Allen Dullasin, po duke u përpjekur që dhe MI6-in dhe CIA-n ti vinte në kontrollin e Mossadit sapo krijuar në fund të viteve 40 dhe të shërbime të tjera para se të krijoheshe Mossadi, siç është Shin Betin, Jewish Table është një tjetër shërbim sekret dhe në vitin 54 ai vendosi Allen Dullasin si drejtor të agjencisë dhe ky e vendosi James Jesus Angletonin si shef të kundërzbulimit, një pozicion që ky e mbajti gjatë gjithë karrierës së tij në CIA dhe sidomos ky punoi ngushtë me Kim Philbin dhe po përgatitej që ta vendoste Kim Philbin si drejtor të MI6-it britanik. Duhet thënë se James Jesus Angleton ka lidhje bashkë me Kim Philbin në dërgimin e atyre që quheshin diversantë në Shqipëri gjatë viteve 50, domethënë 45-50 në bashkëpunim të britanikëve dhe amerikanëve, ka një aktivitet të edhshëm ku perëndimi dorëzonte në lindje të gjithë ata që ishin nacionalistë ose që kishin luftuar kundër komunistëve në vendet ku vendos komunizmin, në lindjet perdesegurt, ndërsa në Shqipëri nuk i dorëzuan kështu në një mënyrë të tillë, po patën ju dhan pak oksigjen dhe i bën diversant ose organizuan dy shërbimet, domethënë dy lloj aktivitete, njëra quheshe Big Fent ose djalli i madh, dhe tjetra nuk më kujtohet, që ishte pak më përpara dhe i përgatitën në Maltë dhe afër Myniut në një dy baza gjitharatisurit nacionalist shqiptar dhe këta i kontrollonte Kim Philby nga ana britanike dhe Kim Philby ja jepte shërbimit sekret rus dhe shërbimi sekret rus kishte përfaqësuesin e vet tu dhe sapo idheshin bandat që i quante komunizmit të diversantëve, të cilët kujtonin se vinin të rëzonin komunizmin me armë, me çeta 3 apo 4 apo 5 veta, kapeshin ose ekzekutoheshin nga komunistët në një mënyrë të tmerrshme. Pra më keq se ata që u dorëzuan të paktën në kohë paqe dhe me lista nga vendet e tjera të lindjes. Arrhenius, Svet Arrhenius, ky ka lindur në vitin 1859 dhe ka vdekur në vitin 1927. Ky është, ky mostra që shikoni këtu, që është nga familja dhe Kabalës, ky ka shpikur i pari, shkencëtar i kimisë fizik dhe ka shpikur i pari atë teorinë e përpjekjeve për të ulur dioksidin e karbonit, i cili në fakt rrit pemët dhe shton pemët, dioksidi i karbonit. Sa më shumë dioksid karbonit ketë në atmosferë, aq më shumë rriten pemët dhe pyet. Dhe ky ka folur i pari për efektin serë rreth viteve 1896, ka qenë i pari që ka folur për nevojën e sa më pak njerëzve dhe përdorimin e lëndëve fosile, të cilën në fakt erëzoi presidenti Trump, i cili nuk pranoi përdorimin e makinave elektrike, por tha që do vazhdojmë të përdorim karburantet dhe makinat e tipit të vjetër në Shtetet Bashkuara. Jeff Bezos, ka lindur në vitin 1964 dhe është gjallë, dihet që është presidenti Amazon, ja ku e keni foton e tij si Arduckë. Është dhe pronar i gazetës Washington Post. Kur fitoi Trump, këta që ishin pjesë e Kabalës, ky vajti në shiko si ka një gung aty në qafs dhe sa herë flet i dela gunga tamam si Arduc. Ky ka punuar me kompaninë Teshao & Co dhe
ka qenë një modelus matematik nga viti 1900 i matematikës nga viti 90 dhe në vitin 94. U bën nën kryetar i 4 në fakt i lartë i The Show në moshën 30 vjeç. Këtu Bezos krijoi lidhje me Wall Streetin dhe më vonë kur hapi Amazonin, i përdor lidhjet e tij për të falimentuar dyqanet që shisnin me pakicë si Toys, Blockbuster, Sears e tjera në Shtetet e Bashkuara, dhe kjo e forcoi Amazonin sepse shitësit me pakicë kishin qenë gjithmonë konkurrentët kryesorë të tij. Në vitin 2014, Bezos dhe Amazon fitoi një ofertë për një kompani cloud computing. Kjo ishte një kontratë me Cian me vlerë $600 milion. Gjithashtu bëri një kontratë prej $10 miliard në vitin 2018 që njihet si infrastruktura e mbrojtjes së ndërmarrjes së përbashkët, ose JEDI. Ky projekt me Pentagonin këtë herën e dytë dyshohet se është ka favorizuar pra Amazonin nga ana e Pentagonit. Vazhdojmë me Brandeis ose Louis Brandeis, i cili ka qenë një gjyqtar i lutëm, ja ky është Brandeis. Ky ka vdekur në vitin 1941, ka lindur në vitin 1856 dhe ka qenë një jurist dhe gjyqtar i asociuar në Gjykatën Supreme të Shtetit të Bashkuara nga viti 16 deri në fillimin e luftës së dytë botërore në vitin 39-40. Në rastet e tij tërshme të shquara kanë qenë paditë dhe luftimi i monopoleve e kurudhore, mbrojtja e ligjeve të punës, ndihma në krijimin e sistemit të rezervës federale në vitin 1913 dhe mbrapa, duke paraqitur ide për Komisionin e ri federal të tregtisë. Ndërsa britanikët përshqyrtonin ofertën e Gjermanisë, Louis Brandeis dërgoi një delegacion sionist nga Amerika në Britani për të premtuar se u ta fuste Amerikën në luftë në anën e britanikëve me kush që britanikët të pranonin t'u jepnin tokën e Palestinës Rothschildëve. Prindrit e tij, Adolf Brandeis, ky është gjuhësha, Adolf Brandeis dhe Frederika Dembitz, të dy ishin frankistë. Këta kanë qenë ebrejnë që migruan në fakt në Shtetet e Bashkuara nga Praga, pra janë të ngjashëm me gjuhëshët e familjeve të mëdha bankierë si Rothschildët e tjerë. Janë pra ashkenazin, janë kazar. Kemi bërë një emision për kazarin para 15 emisionesh para 2 javësh dhe kush është interesuar mund ta ndjek për të plotësuar në një mangësi kulturore. Pra ky ka qenë nga Bohemia, familja e tij, dhe atëre kur ka nikur në Shtetet e Bashkuara, kjo pjesë ka qenë pjesë e perandorisë austriake. Ky ka qenë aktiv në lëvizjen sioniste dhe e patë si një zgjidhje për antisemitizmin që ekzistonte në Evropë dhe Rusi dhe për të ringjallur shpirtin hebre. Vazhdojmë me Burns, i cili ka lindur në vitin 1956 dhe është Robert Nicholas Burns. Ky ka qenë ambasadori i SBA-ve në Kinë gjatë administratës së Bidenit. Ka qenë dhe ambasador në NATO, është një fytyrë e njohur gjatë administratës Bush, ambasadori i SBA-s edhe në Greqinë tonë fshinje gjatë administratës së Clintonit, është profesor dhe antar i bordit të qendrës Belfer për shkencët e çështje ndërkombëtare në shkollën Kennedy të Harvardit, drejtor i Institutit Aspen në grupin e tij të strategjisë, është antar i CFR-s ose asaj që quhet Council on Foreign Relations, është antar i fondit të vllazërisë Rockefeller, këshilltar i lartë në Chatham House, ajo që përpiqet dhe krijon gjithmonë ato që quhen deep state ose qeverit hije, jo demokratike, po që shërbejnë elitave të përgatitura nga Londra, nga ajo që quhet Chatham House. Burns ka thënë se Edward Snowden, informatori i agjencisë sekrete NSA, është
tradhtar. Ai shkoi në Kinë dhe në Rusi dhe u përpoq që Snowdenin ta kalonte në dhembët e Deep State-it të Shtetet e Bashkuara. Gjatë sulmit në ambasadën Shtetet e Bashkuara në Bengazi në vitin 2012, bën se mbrojti sekretarin e shtetit Clinton duke thënë e gjejtë të papëlqyeshme që Bengazi është politizuar dhe ky mbështeti fushatën e Hillary Clintonit për presidente kundër Trumpit në vitin 1915-16. Mirë, vazhdoj mëtej. Fidel Castro, të gjithë e dini se kush është ish presidenti i Kubës që vdiq para 89 vjetëve në vitin 2016. Ka lindur në fakt në vitin 1926, ka ndjekur shkollën private të drejtuar nga jezuitët, shkollën fillore Dolores në Santiago. Në vitin 1945, Castro u transferua në një shkollë tjetër të drejtuar përsëri nga një kolegj në të jezuitëve që quhej El Colegio de Belén në Havana. Castro ndikua nga marksistët, nga shkrimet e Karl Marxit, Engelsit dhe Leninit dhe filloi të interpretonte problemet e Kubës si pjesë integrale e shoqërisë kapitaliste ose diktaturës së borgjezisë dhe përqafoi pikpamjen marksiste, në fakt se ndryshimi politik mund të sillet vetëm nga pushka, nga revolucioni. Ai ishte një komponent i rëndësishëm i propagandës gjatë luftës së ftohtë. Vazhdojmë sipas alfabetit që kemi përzgjedhur ne personalitetet. Crowley, Aleister Crowley. Ky mendohet që është babai ose tjeri i George Bush plakut, babai i Barbarës, nënës së George Bush Juniorit. Është një okultist anglez, magjistar ceremonial dhe romancier. Ka themeluar atë që quhet Thelema, që është një fe e Aleister Crowleyt. Ka qenë antar i masonerisë së lirë, urdhri agimi i artë dhe Ordo Tempi Orientis, një grup satanik gjerman. Ky ka themeluar urdhrin e tij magjik Astrum Argentum ose ylli i argjent. Crowley promovoi shfaqjen e asaj që quhet epoka e re, e ndriçuar ose eonitët e Horusit dhe ky theksonte idealin e tij për një rend të ri të ekzistencës njerëzore në shkrimet e tij. Ka përdorur mes imazhe satanike, për shembull duke përshkruar veten si Bisha 666 dhe ne kemi dhe një libër të shtëpisë tonë botuese, Agenti 666 Bisha. Dhe ky i referohet shpeshherë Babilonisë kurd në veprat e tij. Ka pasur ndikim të madh në industrinë e muzikës dhe filmit. Ka pasur dhe një urdhër të tij pjesë Ordo Tempi Orientis në Sicili dhe ka vdekur në vitin 1947 dhe gjatë kohës që ky vinte në Sicili, duke është përpjekur që ta takonte, por ky nuk e ka takuar. Ndërkohë ka takuar Hitlerin dhe ekziston dhe një regjistrim i një bisede 7-8 minuta ose 6 minuta, nuk e mbaj mend mirë, midis Hitlerit dhe Aleister Crowleyt në YouTube. Vazhdojmë me Tunant. Henry Tunant, ju lutem foton ja ku e keni, ka vdekur në vitin 1910, ka lindur në vitin 1828. Është promovuesi dhe themeluesi i Kryqit të Kuq dhe degës zvicerane të saj, që quhet YMCA me akronimin në shqip. Familja e tij ka qenë kalviniste dhe kishte ndikim të rëndësishëm në Gjenevë. Prindrit e tij theksonin flerën e punës sociale. Babai i tij ishte aktiv dhe ndihmonte jetimët, ndërsa nëna e tij punonte me të sëmurët dhe të varfrit. Këta kanë qenë njerëz me shumë ndikim në Gjenevë dhe në Zvicër. Edison. Vazhdojmë me foton tjetër. Edison, Thomas Edison, gjeniu i madh
i shkencës, ka vdekur në vitin 1931, ka lindur në vitin 1847. Në fakt, Thomas Edison në vitin 1878 u bashkua me shoqërinë teozofike të ngritur nga Madame Elena Blavatsky në New Jersey dhe në vitin 1878 gjithashtu Edisoni formoi kompaninë Edison Electric Light në New York City me disa financues ku përfshiheshin Morgani, Spencer Track dhe antarët e familjes së fuqishme satanike Vanderbilt. Ai u përpoq të shkatronte çdo konkurrent që kishte, duke përfshirë dhe Nikola Teslën, të cilin për pak kohë pati dhe bashkëpunëtor, dhe çdo inovator të lidhur me të në rrymën e vazhduar. Ky ka qenë në çështjet e kompanive elektrike një elefant dhe ishte gjithashtu avokat për reformën monetare e Shtetet e Bashkuara. Ishte kundërshtar i flakt i standardit të arit, pra ishte për fjat paran. Në mënyrë të famshme, ai u citua nga New York Times me një deklaratë që bëri dhe tha: ari është një relike e Jules Cezarit dhe interesi ynë sot është një shpikje tjetër e satanit. Mirë, ishte foton e Edisonit, do vazhdojmë me Epsteinin, Jeffrey Epstein, famkeqi Jeffrey Epstein, pronari i ishullit Epstein. Ka pasur dhe një avion që quheshe Lolita Express, ku bëshin orgji dhe skandale të ndryshme seksuale, dhe me te kanë udhëtuar edhe njerëz të tjerë të shquar. Thuhet që në listat e këtij kanë qenë të futur shumë njerëz të shquar, madje dyshohet se edhe presidenti Trump mund të jetë një bashkëpunëtor i skandaleve të Jeffrey Epsteinit, por deri tash kjo nuk ka arritur të vërtetohet. Ju ndoshta ju kujtohet një foto e një pikture që ishte në shtëpinë e këtij, ku kishte pozuar presidenti Clinton me një veshje me fustan femëror dhe me këpucë me taka dhe me gishta të lyera me manikyr. Ka qenë në bordin e Universitetit Rockefeller, antar i komisionit trilateral, që e u treguam në foton e parë, në CFR ose Këshilli për Marrëdhëniet me Jashtë, ishte donator i madh për Universitetin e Harvardit. Është përmendur në Swiss Leaks dhe Paradise Papers, të cilat përfshinin lidhjet e njerëzve me kompanit e ndryshme jashtë vendit në Shtetet e Bashkuara, domethënë. Epstein kishte një lidhje 10 vjeçare me Ghislaine Maxwell, e cila në vitin 2021 është arrestuar dhe është dënuar me akuza federale për trafikim seksual dhe komplot, duke ndihmuar Jeffrey Epsteinin për të siguruar vajza. Ghislaine Maxwell është nga familja Maxwell dhe Epstein dihet se ka lidhje me Mossad, ashtu si dhe familja Maxwell, pra Mossadi mund të ketë ndikuar në lidhjen mes këtyre të dyve. Jeffrey Epstein ka investuar gjithashtu në startupin e Ehud Barakun, pra për nisjen e aktivitetit të një aktivitetit saktuar ekonomik ose politik. Duhet thënë që Ehud Baraku ka qenë kryeministër dhe aktivitetit i quheshe Karbyn në vitin 2015 dhe që kishte të bënte me industrinë e mbrojtjes së Izraelit. Ishte president Jeffrey Epstein ishte president i fondacionit të Leslie Wexner, një mafios për të cilin ne kemi folur në disa emisione kur kemi folur për lidhjet e Trumpit me mafjen pak kohë para se presidenti Trump të rikthej për të dytë në shtëpinë e bardhë si president, dhe kemi treguar se kush janë këta personazhe. Gjatë gjyqit të tij, antarët që kanë fluturuar me avionin e tij privat Lolita Express u zbuluan me emrat e mëdhenj të
që kanë udhëtuar me Lolita Express përmenden në një emision tjetër të cilin do të përmenden një emision tjetër të cilin ne do ta bëjmë pak më vonë. Vazhdojmë me Antoni Faucin. Ju e dini se kush është Antoni Fauci, është ish drejtori i Institutit Kombëtar të Alergjisë dhe Sëmundjeve Efektive. Ja ku e keni në foto, këshilltar i kryesor mjekësor i presidentit, gjatë kohës që ai ka qenë në detyrë, ka qenë në balë të luftës së SHBA-s për të përballë gjoja me sëmundjet virale, në fakt që kanë qenë pandemi dhe ku Fauci ka dhënë ndikimin e tij, si HIV, AIDS, SARS, gripi i derit, MERS, Ebola dhe COVID-19. Gjatë vitit 2020, vajza e Faucit, Alison Fauci, punoi në Twitter si inxhiniere softwaresh. Gruaja e Faucit quhet Christine Gredi dhe është motra e Robert Gredit, që ka qenë shkruesi kryesor i fjalimeve të George Walker Bush plakut, kur ai ishte president. Roberti gjithashtu ka punuar në firma investimi si Robertson Stephens, grupi Carlyle dhe Summit Partners. Fauci e konsideron familjen Bush si miq të ngushtë të familjes së tij. Për Anthony Fauci flitet që mund të jetë dhe djali i legjitim ishe foton të lutem, djali i legjitim i kujt të thoni ju? Nuk po e them. I nënës Terez. Ju e thatë. Vazhdojmë me Fink, Larry Fink. Ju e dini se kush është ky njeri super fuqishëm. Ka lindur në vitin 1952 dhe është i gjallë. Është themeluesi dhe drejtori ekzekutiv dhe kryetari bankës më të madhe në botë, BlackRock. Është antar i Këshillit të Marrëdhënieve me jashtë, i CFR-s dhe i Forumit Ekonomik Botëror të Klaus Schwabit, i famëkeqes Forumi Ekonomik Botëror. Është antar i Komisionit Trilateral, antar i bordit të klubit të djemve dhe vajzave dhe fondacionit Robin Hood. Është bashkuar me Lym Forester de Rothschild në atë që quhet inkluziv kapitalizëm dhe lojtar tjerë të mëdhenj në Wall Street për të nxitur më shumë qëndrueshmëri mjedisore. Fink u ka shkruar një letër investitorëve duke u thënë se BlackRock do të ndërpres lidhjet me investimet e mëparshme që përfshinin në fushën e shfrytëzimit të qymyrit termik apo dhe investimet tjera që kanë një rrezik të madh mjedisor. Gjithmonë ishte foton gjithmonë këto politikat, agendat e gjelbra, u kam thënë, që ndikojnë për të ulur numrin e popullsisë, numrin e gjedhëve të cilat shkaktojnë gjoja dioksid karboni dhe efektin serë, për të ulur prodhimin e energjisë karburanteve fosile për transport dhe për të ndaluar prodhimin e varianteve të ndryshme të prodhimit të energjisë, si energjia atomike apo energjia hidrike, dhe duke kërkuar energji të pastra, të cilat në fakt janë energji të lehta dhe nuk mund të zhvillojnë fuqizimin e rrjeteve të ndryshme industriale, siç janë metalurgjit apo vendet tjera si furat e shkrirjes ku kërkojnë energji të madhe dhe që s'mund të plotësojnë me kapacitetet vogla që prodhojnë mullin të merr apo këto xhamet që vendosin nëpër fusha. Dhe gjithë qëllimi është të ulet energjia dhe të ulet prodhimi i produkteve ushqimore. Duke ulur këto dyja, normal që do të ulet numri i popullsisë, sepse popullsitë jetojnë me energji dhe me ushqim. Mirë, vazhdojmë me foton tjetër. Juria bëhet fjalë për Hills, Carla Anderson Hills, e cila ka lindur në vitin 1934. Ka qenë bashkëkryetare e CFR-s ose Këshillit të Marrëdhënieve me jashtë, ka qenë kryetare e Komitetit Kombëtar për Marrëdhëniet USA-Kinë, ka qenë antare Komitetit Ekzekutiv të Komisionit Trilateral, antare Komitetit Ekzekutiv të Institutit
Peterson, drejtore e Chevron Texaco, e kompanisë së madhe të naftës, një nga 6 motrat e Teksasit që quhen të familjes Rockefeller, ka qenë aty nga vitin 1993, ka qenë drejtore e American International Group, drejtor i Lucent Technologies, drejtor i Time Warner dhe ka pasur shumë pozicione tjera drejtuese. Ka shërbyer dhe si sekretare 5 të Shtetet e Bashkuara për strehimin dhe zhvillimin urban nën presidentin Gerald Ford në vitet 75-77 dhe ka drejtuar traktatin e 10 tregtarë të Shteteve të Bashkuara, ka qenë përfaqësuese e këtij traktati gjatë kohës presidentit George Walker Bush Plaku pra nga viti 89 dhe në vitin 1993. Mirë, ishte një foton, vazhdojmë më tej. Hitler, Adolf Hitler, i cili ka lindur në vitin 1889 dhe në vitin 1945. Për shumicën shikohet si një njeri që Luciferi vetë, djalli mbi tokë, i cili është etiketuar si personaliteti ose drejtuesi i Gjermanisë që i krijoi botës shumë probleme të mëdha, të cilat vazhdojnë edhe sot. Në fakt, ka dy teori. Një teori është që thotë që Hitleri mund të jetë ndihmuar nga sionistët dhe nga kabala për të marrë pushtetin dhe për të ndjekur politikat që ai ndoqi për ta futur botën në luftë dhe nga përplasja mes komunizmit dhe nazizmit, siç thuhet dhe në një letër të Albert Pikes, të lindte sionizmi ose Izraeli dhe lufta e tretë sipas Pikes do zhvillohet nga lufta e tretë botërore, nga lufta dhe përplasja mes sionistëve dhe muslimanëve dhe të shkatrohen të dyja, thotë ai, dhe të shkatrohen dhe të dyja fetë e tyre abrahamike, feja e gjujshve dhe feja muslimanëve. Kaq mbahet foton, mos e hiq, ishte vizitor i shpesht në muzeun Nietzsche në Weimar dhe përdorte shprehjet Nietzsches të tilla si zotërinë e tokës në Mein Kampf. Librin e tij që kemi përkthyer ne, nazistët kanë përdorur në mënyrë selektive filozofinë e Nietzsches. Hitleri ndoqi gjithashtu satanisten Elena Blavatsky dhe teorinë e saj se raca ariane është paraardhëse e qytetërimit të madh të lashtë të Atlantidës. Në atë kohë kjo ishte në kundërshtim me idenë se Zoti e krijoi tokën në 6 ditë. Hitleri ishte opozita e kontrolluar në fakt gjatë luftës së dytë botërore, sipas disa studiusëve, dhe qëllimi kryesor i tij ishte të zhvendoste hebrejt në Izrael dhe jashtë Evropës, siç u thash dhe më përpara. Mirë, vazhdojmë më tutje. Vazhdojmë me Edgar Hoover dhe Edward Mendel Howes dhe më pas regjia u dhi foton e Samuel Huntingtonit. Ju e dini kush është Samuel Huntingtoni, ka qenë antar i Këshillit të Marrëdhënie me Jashtë, ka vdekur në vitin 2008, është autori i librit Përplasja e qytetërimeve, është gjuhësh me origjinë, ka qenë antar i Këshillit të Marrëdhënieve me Jashtë në grupin Bilderberg dhe Komisionin Trilateral. Në vitin 1977, miku i tij Zbigniew Brzezinski e ftoi Huntingtonin të bëjë koordinator i planifikimit të sigurisë në Shtëpinë e Bardhë për Këshillin e Sigurisë Kombëtare. Ai ka qenë gjithashtu drejtori i Universitetit të Harvardit dhe është i njohur për teorinë e tij të vitit 1993, siç u thash, The Clash of the Civilization, ku përplasja e qytetërimeve, ku ai flet për një rend të ri botëror pas luftës së ftohtë, libri i shkruar në vitin 93. Sipas projektit programit të hapur, Huntington është autori i dytë më i cituar në programet mësimore universitare për kurset e shkencave politike në Shtetet e Bashkuara. Mirë, vazhdojmë Juria. Vazhdojmë me ekonomistin e madh britanik, atë që ka marrë pjesë në
dy konferencat e mëdha të paqes të luftës parë dhe të luftës dytë botërore, John Maynard Keynes. Ju lutem foton, ja ku është Keynesi, një njeri me ndikim të madh në organizimin e politikave financiare botërore. Ka kryesuar komisionin e dytë konferencës së Bretton Woods, ka qenë drejtori në Shtetet e Bashkuara në përfundim të luftës së dytë botërore, ka qenë drejtori i Bankës së Anglisë, ka qenë pjesë e grupit Bloomsbury, ka qenë në fakt homoseksual dhe ka pasur si të dashun e vet të parë Dan Macmillan, i cili ka qenë vllai më i madh i kryeministrit të ardhshëm Harold Macmillan. Ka shkruar një traktat mbi reformën monetare në vitin 1923, ku bënte thirrje për t'i dhënë fund standardit të arit. Keynes i ka këshilluar se nuk kishte përfitim neto për vendet të tilla si Britania që të merrnin pjesë në standardin e arit, pasi kjo binte ndesh me nevojën për autonomi të politikës së brendshme. Winston Churchill përdori traktatin e Keynesit për të braktisur standardin e arit në vitin 1931, kur Britania e ka braktisur këtë standard. Mirë, vazhdojmë regjia, vazhdojmë me Kinseyn, Alfred Kinsey, i cili ka lindur në vitin 1894 dhe ka vdekur në vitin 1956. Ky ka qenë në fondacionin, ka marrë fonde në fakt për financime nga fondacioni Rockefeller, dhe ky fondacion i mundsoi atij të studionte sjelljen seksuale njerëzore. Ju e keni dëgjuar, besoj, Alfred Kinsey ka botuar librin Sexual Behavior in the Human Male, domethënë sjellja seksuale tek meshkujt. Në vitin 1948 dhe në vitin 53 ka shkruar një libër tjetër përsëri sjellja seksuale në femrat humane, domethënë në femrat e njeriut, të cilat arritën në krye të listave të librave më të shitur dhe e shndërruan Kinsey në një personazh të famshëm dhe shumë të pasur. Këto botime më vonë u bën të njohura si Kinsey Reports ose raportet Kinsey. Për këtë janë shkruar shumë artikuj në revistat ndryshme si Time dhe tek McCall-it. Raportet Kinsey quan në një stuj polemikash që nga shumë njerëz konsiderohen si një pararendës i revolucionit seksual të viteve 1960 dhe 1970, po mund ta ishni foton, dhe Kinsey flitet që ka qenë instruktuar nga fondacionet të fuqishme dhe shkollat të fuqishme, nga institutet të fuqishme, siç ka qenë Instituti Tavistock në Londër. Vazhdojmë me një emër tjetër të madh në diplomacinë botërore, amerikane dhe botërore, i cili sapo ka ndruar jetë para pak vitesh, dhe ky është Kissinger, Henry Kissinger. Ja ku e keni foton e tij. Ka lindur në vitin 1923 dhe ka qenë antar i shumë grupeve të fuqishme si Instituti Aspen, Këshilli Atlantikut, Grupi Bilderberg, Klubi Bohemian, Këshilli për marrëdhëniet me jashtë, Qendra për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare, World Minds dhe shumë tjera. Ka qenë gjithashtu këshilltar i sigurisë kombëtare dhe sekretari i shtetit i Shtetet Bashkuara në administratën Nixon dhe kryetari i parë i komisionit të ngritur mbas ngjarjeve të 11 shtatorit në administratën e George Bush Juniorit. Ka qenë mentor i Klaus Schwabit, ka formuar Kissinger Associates dhe punoi për fondin e vëllezërve Rockefeller. Kissinger dhe David Rockefeller njihen si antarët më aktiv të kabalës gjatë luftës së ftohtë. Këtu mendoj që ta mbyllim pjesën e parë të emisionit të familjeve të mëdha që i përkasin rrjetit të kabalës. Sigurisht duhet thani që jo të gjithë pjesëtarët e këtyre familjeve i shërbejnë agjendës kriminale të kabalës për të kontrolluar shumicën
dhe për të pasuruar dhe për të mbajtur në pushtet një pakicë të vogël, duke e kthyer demokracinë në një iluzion dhe në një pamundësi për të realizuar. Para se ta mbyllim dhe t'ju them natën e mirë, dua t'ju kujtoj që bëni një mundim të madh, të ngrini gishtin tash dhe atje ku thot subscribe, ta shtypni pak, dhe kjo do të ishte një mrekulli për ne. Nga unë, Alfred Sako, natën e mirë dhe mirupafshim në vazhdimin e këtyre emisioneve javën që vjen. Tung tung.